Do ta kuptosh sa ndryshe është energjia brenda. Kur ti ishe në barkun e mamet, unë kam bërë disa reality show. Kam bërë 45 ditë rrugtim. Ka kriju një imazh shumë të rrem për veten. Intriga ke gjithë ditën. Intriga, me vetëm keq flet, vetëm dallavere bën. Asnjë gjë të mirë nuk ka. Është e bindur që ai iluzioni që ka Sara në kokë është edhe Sara në të vërtetë. Nuk më pëlqejnë konfliktet. S'ma ke dhënë përshtypje. Ti mua ma ke dhënë përshtypje si njëri shpirtëzi. Duhet të kesh respekt për njerëzit që ke për qark, Sara, sepse njerëzit po të respektojnë shumë. Jo po të respektojnë, po të durojnë p***t. E di ti që ti je 30 vjeç? Vitet e tua i ke jashtë kësaj ferme. Këtu jemi të gjithë të barabartë. Mua më vjen shumë keq për ty. Mos të vi. Sa unë e di çfarë do hiqesh ti dhe çfarë do vuash me këto mend që ke. Gjëja më e tmerrshme që bën Sara është që ndalon të pranuarit faj të vet, të parit gjërat në mënyrë objektive. Sara, pse nuk ikën t'ia fusësh gjumin tash? Ja, kjo është disrespekt që po bën ti tani. Po normal, unë disrespektin tim për ty kam treguar hapur që në sekondin e parë. O, njeri, sa herë duhet të degenerohet publikisht që ta kuptosh që duhet ikësh. Po më degeneron publikisht. Mendimi që kam për Zhakun, fatkeqësisht, sa vjen dhe bëhet më keq, degenerojmë derisa të ikësh. Manifest, Sara is out. A thonë jam fik drita? Po ikësh, po jam fik drita, s'jam fik drita, sekretarët e tu jemi në. Do ikësh ti Sara si mendon, do dalësh këtë herë? Po dola, unë jam... Do bësh valizën? Ta bëj dhon valizën tënde? Jo, shteri. Mos ta ndyll të keqen olla, thuaj do dalë. Në momentin që dikush nga jashtë vjen dhe informacionet që ka dëshiron që t'i përdori në këtë lloj mënyre, për mua më shumë tregon për personin që vjen sesa për mua që jam këtu. Në të konkluzion themi identikiti të Sarës. 24 orë as janë bërë akoma që je këtu, apo nga jashtë. Vetëm se të ka ndalë 5 video në Instagram, e ti ke krijuar një opinion caktuar. Pra nga ajo që ke parë nëpërmjet videove. Kur flas për Sara në këtë rast, me kaq pak cilësi të mira njerëzore, mos e mas një, këto duhen çuar direkt për terapi. Ke 24 orë këtu dhe 24 orë çka ke bërë është vetëm ke ofenduar. Alo dhe Sara, fole, kot ke shumë probleme shpirt që duhet të zgjidhësh. Ka nevojë për terapi Sara. Edhe eksorcizmi nuk funksionon me ty, e kupton? Sa kishe është vajzë shumë e mirë. Ç'është kjo vajzë e mirë? Ajo është shumë vajzë e keqe, me një shpirt të keq. Sabotatore, urren suksesin e të tjerëve, nuk pranon këshilla, është narciste. She vetëm të keqen te çdo gjë, edhe kur nuk ekziston, e kërkon, e vendos me çdo kusht. Thjesht bëhet e tepërt kur vijnë vetëm njerëz me këtë lloj qasje.